Të nderuar vëllezër besimtar, kur Allahu i lartësuar e krijoi gjithësinë dhe gjithçka që ka në të, dhe vendosi gjithçka në vendin e vet, dhe gjithçkahi i dha vlerën dhe pozitën e vet, pastaj e krijoi njeriu me porosim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dhe mos e çrregullo tokën pasi që ne kemi drejtu. Këtë porosi po ja drejton njeriu. Sepse Allahu po don me i thonë njeriu që ti në qiell, edhe në planetet e tjera, edhe jashtë tokës nuk mundesh me bë fesat. Mirë, po mos bën fesat në tokë. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mundsinë për me bë fesat dhe me çrregullu tokën, edhe me e thyr rregullin të cilin e kemi vendosur në tokë, ti mundesh, ama mos e bën. Ta kemi lënë këtë mundësi, po mos e bën. Ndërsa jashtë tokës nuk mundesh me bë fesat, sepse nuk është vendi yti, nuk është ambienti yti. Toka është vendi ku jeton, të cilën e ruan, e rregullon ose e çrregullon. Çrregullimi ose fesati të ndëruar vëllezër në tokë, para se me ndodh veprat e shëmtuara të rënda, i paraprin diçka që është edhe më e rëndë se vetë vepra. Ajo është kur gjërat të cilat i ka vlerësuar Allahu me një vlerësim të caktuar, na e humbim atë vlerësim. Edhe diçka që ka vlerësuar Allahu shumë lart, edhe shumë të madhe, edhe shumë të rëndë me peshë, nëse ne nuk ja japim këtë peshë edhe këtë vlerë, veç ka filluar me u çrregullu sistemi i tokës. Ka filluar me u çrregullu sistemi të cilin Allahu e ka vendosur, duke i zhvlerësuar gjërat me vlerë ose duke i dhënë gjërave të cilat nuk kanë shumë vlerë, duke ia dhënë vlerën atyre. Andaj të nderuar vëllezër, nisur nga ky botë kuptim, Allahu i lartësuar gjën më me vlerë në tokë e bëri njeriu. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Na e kemi ndëru birin Ademit. On e kemi ndëru me nder që nuk ja kemi bë kërkuj tjetër në tokë. E kemi bë që me lëviz edhe me lundru edhe na për deti, o me jesë edhe na për tokë dhe s'ka problem. Pastaj Allahu i lartësuar e bëri njeriu më këmbës në tokë, me udhëheq me të gjitha krijesat. Kjo nder dhe kjo privilegj që të regon se Allah e ka vlerësu në altë njeriu. Edhe njeriu duhet me vlerësu vetën e vetë lartë, mirë po duhet me vlerësu edhe tjetrin. Pastaj kur humbët, kur shembet kjo kriter të ndëruar vëllezër, edhe kur fillon më u prish ky sistem edhe me ra, edhe kur shihet njeri, jo mos sikur se njeri që e ka dhënë vlerën Allahu, mirë po si një objekt ose si një mundësi për me realizu interesat të ndryshme përmes tij, pastaj bjen vlera e njeriut. Edhe sot, në përvende të ndryshme, në profesione të ndryshme, njeriu nuk quhet njeri. Quhet pacient, quhet klient, quhet mundësi, quhet çush dush, ama ai është njeri. Para se mi shku mjekut, i smuri është njeri, nuk është pacient. Është njeri. Që do të thotë se mjeku e ka përpara një njeri, të cilin e ka vlerësu Allahu shumë, edhe mjeku do të me vlerësu shumë, edhe do të me dhonë gjithçka për me mjeku edhe me tentu për me shpëtu jetën e tij, nëse Allah e ka bose me shpëtu. Edhe tregtari, para se me llogarit klient, edhe para se me llogarit mundësi për me fitu njerin, duhet me llogarit që përpara e ka një njeri që kret pasunia e tij, edhe pasunia e atij tjetrit, edhe pasunia e botës nuk bojnë sa njeri. Që ai është njeri, nuk është klient. Po është njeri, sikur se nuk është pacient, po është njeri. Mirë, po kanë fillu mu shiku xhepi i njeriut, ka fillu mu shiku mundësia e depërtimit për te tina përmes tij dhe pastaj shembët kriteri i madh që është njeriu. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam për më na i bë me dije këto sheshaze, edhe shumë drejt për drejt se njeriu nuk duhet me ja ul vlerën kurr, edhe nuk duhet me përçmu, edhe nuk duhet me vlerësu më pak se që ka e vlerësu Allah i lartësuar, sepse pastaj bëhet fesati i madh në tokë dhe toka bëhet harabat. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, la zawalu dunya inda Allahi ahwanu min qatl muslim. A e dini pe i thot sahabëve dhe të shokët vetë, që i ka e duku. Thot a e dini o burra, se te Allahu ma letë është mu shkatru dynjoja me çka konta, se sa mu vro një muslimani pa fajshëm. Se sa me vro një muslimani me derë një gjakt pa fajshëm. Bon, kjo është vlera njeriut, që dynjoja me çka konta, shkatrimi saj është më i lehtë, ose është i rëndë, mirë po shkatrimi saj është më i lehtë se sa mu shkatru një jetë njerëzore. Se kështu Allahu e ka ngrit njeriu. Allahu ja ka dhënë jetën njeriu dhe Allahu e merr edhe Allahu jep leje për me marr.
Nëse kështu vlerësohet, atëherë jemi në sistemin e Allahut të lartësuar. Edhe nuk jemi duke bërë çrregullime dhe fesat tokë. Nëse kështu zvlerësohet, pastaj ndodh çrregullimi edhe ndodhin gjëra të cilat po ndodhin sot për çdo ditë në Kosovën tonë, në popullin tonë, kaq të vogël, kaq ngjarje të shpeshta dhe kaq trishtuese që po ndodhin për çdo ditë. Të nderuar vëllezër, halo pa u kthjell prej trishtimeve të vrasjeve të sotshme, po na ndodhin të nesërmen vrasje edhe vdekje të qëllimshme ku njëri tjetrit ja merr jetën, edhe më të rënditse se ajo e sotit. Pse të nderuar vëllezër po ndodhi këtu? Pikërisht për faktin që e përmendëm se i ka humbur vlerën njeriu. Edhe njeriu kur bëhet më i lirë se një plumb, me një plumb vetët. Kur bëhet njeriu më i lirë se sa një plaçkë dynjos për një plaçkë vret. Kur bëhet njeriu më i lirë se sa një tekmene ose një interes ose një qef për një qef e vret. Edhe ka orë koha sot, që ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam, që para kiametit kanë më vro njerëzit edhe nuk kanë më ditë sepse po vriten. Me ngjallat vdekunin të vromin, pse të ka vrasë din me tregu. Ato që e ka vrasë din me tregu. Mos ka arsye, sa e ka vrasë dhe e vrojta për çef mund të thonë, mirë po nuk ka arsye pse e ka. Pse? Sepse para kiametit prishet sistemi, vjen sistemi Allah përsu. E na jemi të shku drejt kiametit në rrugës. Të ndërruar vëllezër, na e dim që shumica e këtyne krimeve të rana, edhe këtyne vrasjeve të rana, ndodhin, pjesa më e madhe e tyre ndodhin te ata që s'janë xhamive. Mirë, po na që jemi të xhamive duhet me i freskuar, duhet me i përsërit të gjona, që as mos më na shku mendja rreth tyne. Pastaj, secili prej neve me luajtur rolin e vet, edhe me dhënë kontributin e vet në vendin e vet, në mundësinë e vet, që sa më pak me ndodh këtu, që ose edhe hiç, mirë, po hiç është e pamundur. Mirë, po të nderuar vëllezër. Të nderuar vëllezër, e kuptuam që largimi nga feja është shkaku kryesor që njeriu t'i humb vlera dhe pastaj vritet. Edhe pa ndonjë kuptim, vritet pa ndonjë arsye, vritet si mos me qenë njeri. Si mos me qenë njeri. Kur e kemi llogarit na? Kur e kemi llogarit na që baba e vret djalin, ka me orë koha me vrova baba djalin, ose me vrov vllahun, ose me vrov doja nipin ose nipi dojen. Kur i kemi llogarit këto? Kur i kemi llogarit që këto kanë më na ndodhur dhe më na u bot për diçme gati në jetën tonë të ndëruar vëllezër. Ndërsa në anën tjetër vazhdimisht thirrët që mu zhvesh për kësaj feje, ndërsa çikja feje na ka mësuar se vrasja është krimi prej krimeve më të rënda. Madje është krimi më i madh, krimi i parë edhe gjunohi i parë që ka ndodhur në tokë. Që ka ndodhur në tokë. Vrasja është krimi i parë, gjunohi i parë në tokën e Allahut të lartësuar që ka ndodhur. Dy djemë të Ademit alayhi salam, babës e njerëzimit, e vret vllahun, edhe është vrasja e parë. Është vrasja e parë dhe është krimi i parë në tokë. Ndërsa pejgamberi alayhi salam por më na tregu se sa e rënë bëhet toka, edhe sa i rënë është gjaku i pafajshëm që derdhet në tokë, thotë Allahu kur të na ringjall neve në ditën e gjykimit, ka me na ringjall në një tokë të bardhë në të cilën s'u derdh gjak kur, domethënë është e rujtne. Është e rujtne, nuk është domethënë nuk ka gjunohen ta. Sepse nuk është përly me gjakun e njeriut. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë, gjykimi që ka me fillu me njerëzit në ditën e gjykimit, para Allahut të lartësuar, puna e parë që ka me fillu gjykata është vrasja. Gjaku, sepse gjaku është i shtrenjtë tek Allahu i lartësuar. Gjakun që është për qëllim jeta është e shtrenjtë tek Allahu i lartësuar. Edhe për ata Allahu fillon me punët më të mëdha mes njerëzve me gjuhu e që janë vrasjet. Pastaj po i nxjerr njerëzit në ditën e gjykimit në një tokë të pastër, në një tokë të drejtë për me ndonë drejtësinë tonë që nuk u bë pa drejtësinë tonë, domthonë nuk u derdh gjakun tonë, sepse derdhja e gjakut është pa drejtësi dhe drejtësia më të mëdha. Andaj cili ishte shkaku që ndodhi vrasja e parë? Pse Allah e ka përmend vrasjen e parë në Kur'an? Por më na tregu që çka arsye ose çka shkak bani që vllau me vra, edhe nëse çka arsye gjendet te secili prej neve, pastaj mundet me ndodh vrasja është normale për arsye se shkaku ekziston, rrethonat ekzistojnë, edhe vrasja më veç është çështje e kohës. Pikërisht është zilia ajo që e shtyni vllau me vllau. Të nderuar vëllezër, pse na më i lën në vend zilis në zemrat tona? Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për rregullimin e raporteve mes njerëzve, mes muslimanëve në vetë, na jemi muslimanë vëllezër. Na jemi një popull, jemi një gjak, jemi një groshte.
plus jemi musliman shumica, pa ata që janë musliman gjithmonë janë kanë të rrethum me atë frymën e Islamit që gjithmonë e kemi pas një farë komoditeti, një farë jete, kogje në rregull dhe kogje me komoditet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam po thot ijtanibu kathiran min adh-dhanni. Këtë thot Allahu i lartësuar, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam iyakum adh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Runi supozimeve, sepse supozimet ose mendimet që i pjell koka e njeriut ose që ja bën lamsh shejtanin krye janë fjalët më të rrejshme. Sa qëndrime i kemi marrë na duke i përpunu mendimet, filoni kështu ma mendon mua. Ai si të më sheh mua i mrëllet, si të më sheh mua i aprishi disponimin. Ai mua ka qenë më po sa ma keq, sa ma edhe u kry, që tu i përpunon truni. Edhe ai në trunin e vetë ka mbjell se unë hasmin kryesore kam filonin, i cili një fjalë nuk e ka thonë deri sot. Kush e ka thonë këtë fjalë? Këtë fjalë e ka thonë mendja vetë dhe shejtani. E pejgamberi alayhi salatu wasallam iyakum adh-dhann, runu çtyne mendime, o njerëz, runu sepse përmes tyre hin shejtani dhe janë fjalë më të rrejshme, mendimet më të rrejshme. Pastaj thot vazhdon pejgamberi alayhi salatu wasallam me porosi, thot mos ja zbuloni tmetat njëri tjetrit. Se kemi tmetë vëllazër, se kemi mohabete, se kemi diçka në jetën tonë që s'kemi qef me i marrë vesh njerëzit. Edhe i merr vesh filonin besi, i merr vesh shokun besi, ja jep dynjos krejt, çfarë jaroni pastaj ai. Prishet mohabeti, prishet ekuilibri, edhe mundet me ardhë deri asmerja. Mos ja zbuloni tmetat njëri tjetrit. Mos bëni gara në një llok për notit njëri tjetrit. Unë për notit tatina, unë duhet me bleni kërmat shtrejt. Unë për notit tatina, unë e bëj çka, për noti, ky noti snale derisa del në ditë njëri tjetrit edhe tja me rrëdhe jetën të shtë. S'nalet ky noti, nëse hi me i notish, e pejgamberi alayhi salatu wasallam po mos bëni gara me i noti me njëri tjetër. Mos e urrejni njëri tjetër. Domthon urrejtja ose ajo mendimi jo i mirë për tjetrin, mos e ushqeni mendjen e juve. Nëse ka mundësi me i dhon shpjegime të mira, jepi shpjegime të mira. Mos thuaj valla s'm foli filonin po, s'm foli për i notit. Po thuaj s'm ka po, ku ditë ku i ka pas mend. U koni lot, u kon me problemet e vetë, me të lashët e veta. Undohu mos me ushqy urrejtjen në zemër sepse urrejtja pastaj rritet edhe bëhet lamshi më dhe diku i vjen rënë deri te shkrepja e plumit zotit na rrit. Edhe porosi tjera, pastaj pejgamberi alayhi sallam mos i hinin pazar njëri tjetrit, mos i hinin fejes njëri tjetrit. Nëse e din që filoni është në pazar, do të shkojë pazarin dikun, mos shkoj më thon unë ta blej më shtrejt. Ose vjen tjetri thotë unë ta shes më lirë se sa ai tjetri. Kjo me i prish pazarin dhe me i prish raport kur e din që ai është duke e bëni pazar. Gjithashtu në fesë, o kunu ibadallahu ikhwan. Edhe mundohuni më kon vllazni. Çish më kon vllazni? Vallon që e ki të shtëpia nuk e ke mirë punën, nuk e ki gjithmonë hareshëm, nuk e ki gjithmonë gzim me to, kanë herë ndrën fjalë jo të mira, kanë herë të mërzit, kanë herë mërzit, po çka? E të i kalan edhe për balon, sepse e ke vllon, e ke të gjakut, e ke të afërt, s'ki ku e qën, as ka ku qën, që të frymë mundohuni me bo jetën për pejgamberi alayhi sallam, kunu ibadallahi ikhwana. Për ndryshe, nëse zhvillojmë jetë jashtë kësaj fryme, atëherë bëhet jeta e njeriut shumë e lirë, që e lirë sa që mirët pa ndonjë arsye dhe e vetë njerin pse e ke vrarë. Pse e ke plagos filanin? Ai s'ka pas problem me tyje. Wallahu kon tu kalu rrugës, çka që lehtë. Që ka që lirë është jeta e njeriut, kanë të mush, hajtë kanë të rëk, plumi, kanë të rëk, muqa me vrasën e prej nga na duhet me motë kështu o mësni. Këto fjallë prapë për i thamë, këto për këti vendi edhe për këti miberi, edhe pse shumica e këtyne ndodhive nuk janë për atyne që janë namazet, janë xhamis, elhamdulillah, por kjo është një shenjë mirë, edhe kjo është për mu krenu, sepse xhamia, namazi, hoxha, dersi, vojzi, Kurani, na kanë mësuar që duhet me qenë kujdesshëm. Mirë, por nuk do thotë kjo që nuk na ndodhi edhe neve. Ose nëse në gjindemi për bolë këtyne qysh mu gjindë, edhe qysh me dalë faqevar për tyne. E lusim Allahun e nërsuar që të në rujë neve, të në bëjë që me rujtë edhe tjetrin, edhe me rujtë gjakun e tjetrin, edhe me i vlerësu senet, edhe gjërat ashtu që ka vlerësu Allah i lartësuar, dhe mos me e prish sistemin edhe rendin të cilin i ka vendosur Allahun e tokë. E lusim Allahun e nërsuar të takojmë kështu Allahun duke qenë ai i kënaqur me neve, edhe na të kënaqur me ata, duke mos prek gjakun e askujt, duke mos prek nderin e askujt, duke mos prekin në pasurinë e askujt, edhe duke qenë trujtun edhe na prej të tjerëve qulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.